Jemi gati bashkë për të ndryshuar ngjyrën e flokëve. Dua të bëj diçka të tillë. Dhe këto dritat mund të duken pa flokët e errta, po live janë shumë të hapura, sidomos në diell. Dhe më pëlqyen shumë kaq të hapura sa i kisha, po tani dua një ndryshim. Nga që flokët janë të dekoloruara, ignor se i kam tani se i kam lëmsh. Po se i kam të dekoloruara më nxjerrin shumë shpejt bojën. Prandaj po mendoj t'i lyj shumë të errta, se pastaj hapen vet. Po mendoj të bëj flokët me Inoan 5.1 që është si në gri. Also, dje postova video në rrjetin e YouTube-it, është kjo këtu. Weekly vlog dhe është një glow up series. Më keni thënë që doni video më të gjata në YouTube. I'll keep that in mind, prandaj në videon time tjetër do e bëj pak më të gjatë. Flokët sot e di e pres që mund të jenë shumë të errta, mund të duken si të zeza në ca drita. Siç thash do shkarkoj goxha. Jam akoma shumë e hintur nga gjumi, prandaj këtë eyelinerin e kam bërë mbi 3 herë. Flawless filter si highlighter. Flokët deri aty po mendoj t'i kap me një French pin.